Që Haini Maje. Shimi live po live Të nderuar gazetar, të nderuar qytetar. Verdiktin të cilën qytetarët e Tetovës e dhanë me 19 tetor, atë e konfirmuan me 2 nëntor, por tani më edhe me një diferencë më të madhe ku deri më tani procesi i numërimit është duke vazhduar. Informatat që i kemi nga shtabi është që diferenca është mbi 5000. Qytetarët e Tetovës kanë vendosur që zhvillimi të ecë, kanë vendosur që Tetova të prosperoj, kanë vendosur që ai ndryshim i cili u bë në vitin 2021 tani më të jetë një mundet. Tani më në mandatin e dytë, kryetari Kasami bashkërisht me përkrahje të qeverisë të nisë projektet të cilat do i japin gjallëri qytetit dhe ato projekte cilat kanë ngelur në gjys do i përfundon. Definitivisht dhe përfundimisht Tetova do merr kahjen që duhet, do të merr hovin e saj, zhvillimin e saj. Në mandatin e parë gjithë ato probleme fundamentale të cilat i kishte i ka përfunduar, tani më në mandatin e dytë do i jep hov Tetovës. Dua nga këtu që të falenderoj të gjithë aktivin e Vlenit në Tetovë. Dua të falenderoj të gjithë qytetarët e Tetovës përzemërsisht për mbështetjen që na kanë dhënë dhe dua të potencoj që këtu nuk ka pasur as shantazh, siç ka pasur më përpara, nuk ka pasur presion të pushtetit, gjithçka ka qenë në normalitet, procesi zgjedhor ka kaluar pa asnjë incident dhe gjithçka ka përfunduar me sukses. Qytetarët për herë të parë e dhanë verdiktin pa presion pushtetit qendror, pa presion pushtetit lokal. Faleminderit gjithë. Kemi vendbanime ku kemi korrur një fitore plebiscitare me diferencë të madhe, siç është në Migjeni mbi 500, diferenca në Qendër mbi 450, kemi arritur që në reqistë të madhe të ndrojmë rezultatin dhe nga raundi i parë që ishte në humbje në të dytin kemi 120 diferencë fitoreje, në Gjepçisht e poroj mbi 500 diferencë, po ashtu në reqistë të vogël 360 vota diferencë, TTX1 dhe TTX2 mbi 500 diferencë, në Drenovec, në Malsi kemi fituar në Veshall, në Brodec, në Lisec, në Lac, në fshatin Falisht,
Nëse i marrim dhe i shohim statistikat, parafërsisht në gjitha vendimet kemi korrur një fitore tepër të madhe, me të shka qytetarët e Tetovës e dëshmuan që din të vlerësojnë punën të cilën e bën një kryetar komune i cili ka qenë 24/7 i përkushtuar për komunën e Tetovës dhe din të vlerësojnë opcionin e dur, atë opcion i cili punon për interesin e qytetarëve dhe jo për interese klanore, për interesa individuale. Ju falenderoj gjithëve. Sejana Makedonski. Poštovani medijumi, poštovani građani. Građanite go kažat своето мисленje или свој став преку гласање, каде што во Тетово успеавме да победиме со 5000 гласови напред од против кандидатот на Касами. Сме победили во населбите како што е Миѓени со 500 гласа напред. Центар, Голема Речица успеавме да го превртиме резултатот. Со 120 сме победили. Во село Джепчиште и Порој повеќе од 500 гласови на двете овие населби. Во село Фалиште со 100 гласови сме победили. Во Мала Речица со 360 гласови. Во Тетекс 1, Тетекс 2 со 500 гласови сме напред. Исто така сме во селите Вешале, Бродец, Лисец и Лаце сме победили на овие сели. Ако ги гледаме броевите, на секаде имаме победа, каде што граѓаните кажа дека ја ценат работата на градоначалникот Касами и дека им дадоа поддршка за вториот мандат да работи уште подобро и уште посилно, така како што работеше 4 години, како што беше фокусиран 24 часа на ден, така ќе работи и во наредниот период. Ќе работиме во секое место, без разлика какво мислат политички, какво мислење имаат, како се определени политички или етнички или верски определувања. Ќе работиме низ секое место во градот. Тие фундаментални проблеми што ги имавме во првиот мандат, градоначалникот Касами успеа да ги реализира, да ги решава и сега во вториот мандат Тетово ќе се развија, ќе оди напред и граѓаните ќе ја почувствуваат уште еднаш работата на еден градоначалник кој е посветен 4 години секој ден за доброто на градот. Ви благодарам на сите. Pak do autoritetet në shembri shtati qendror, që